Kolegji Ndërkombëtar Universum ka pasur nderin të mirëpres një figurë kyçe të arsimit ndërkombëtar, profesor Christopher Johnson, drejtor i lartë dhe shef i zhvillimit të partneritetit global në Arizona State University. Ky universitet i njohur si numër 1 për inovacion në SBA, ofron mundësi të shkëlqyer për studentët e Universumit që të mësojnë më shumë për Universitetin Amerikan, në të cilin mund të shkojnë dhe të studiojnë. Vizita e Johnsonit, profesorit të dalluar për vizionin e tij dhe përvojën në ndërtimin e partneriteteve strategjike ndëruniversitare, përfaqëson një hap të madh përpara në bashkëpunimin mes Universumit dhe Universitetit Shtetëror të Arizonas. Për studentët e Universum, kjo është një mundësi unike për të mësuar drejt për drejt për cilësinë dhe kulturën inovative të Arizonës, duke hapur rrugë konkrete drejt mundësive të studimit, transferit apo bashkëpunimit me një nga universitetet më prestigjioze në botë. Të dish më shumë për Arizona State University është hapi i parë drejt realizimit të ëndrrës për të studiuar atje. Profesori Johnson mbajti ligjërate një orshë me titull Innovate Your Future with Arizona State University. Përpara një audience entuziaste ai theksoi rëndësinë e inovacionit si proces i vazhdueshëm dhe jo si një destinacion fiks. Kur ne e përdorim teknologjinë edhe në praktik, studentët marrin nota rreth 50 deri në 70% më të larta se në një klasë tradicionale. Johnson shpalosi gjithashtu vizionin e ASU për integrimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale në arsim, duke theksuar se mësimi digjital është pjesë thelbësore e përvojës së ASU. Ai zbuloi se çdo student, pedagog dhe staf në ASU ka qasjen në një llogari falas të ChatGPT versionin 5. Vizita e profesor Johnson në Kolegjin Ndërkombëtar Universum ishte një nxitje e fuqishme për studentët tanë, duke i frymëzuar ata që të përfaqësojnë inovacionin dhe të synojnë arsimin cilësor në nivel global. Universum mbetet i përkushtuar ndaj ndërtimit të urave ndërkombëtare që pasurojnë përvojën akademike dhe profesionale të studentëve.